Sot dua të flas për një cilësi e cila është më e fortë se talenti, më e qëndrueshme se vetbesimi, se motivimi dhe më e fortë se frika. Kjo cilësi është vendosshmëria. Ne të gjithë kemi pengesa, sfida në jetë. Jeta nuk është gjithmonë e lehtë, kemi vështirësi të ndryshme. Po ajo që neve na bën të vazhdojmë të jemi të vendosur për të vazhduar edhe pas dështimeve, është pikërisht vendosshmëria. Shumica kujtojnë se suksesi vjen si shkak i talentit. Po, talenti është i rëndësishëm. Mirë po, historia na tregon se në shumicën e rasteve, shumë njerëz që kanë arritur suksese të mëdha, jo me do e mos kanë qenë njerëz të talentuar, por sukseset i kanë arritur me punë. Në jetë ballafaqohemi me dështime të ndryshme. Bim në një provim në fakultet. Nuk arrim planet i bëjmë ashtu si kemi dashur ne. Nuk kemi arritur ëndrat tona që kemi pasur. Dhe në këto momente sigurisht na vjen të mendojmë se duhet të dorëzohemi. Dështimi është i vështirë. Mirë po, vendosshmëria na thot çdo dështim është mësim. Ta përdorim dështimin si një mësim. Pastaj, duhet ta kuptojmë se vendosshmëria nuk është e lindur. Ajo krijohet, ajo punohet. Çdo vepër e vogël, çdo punë e vogël që e bëjmë, na e ngrit vendosshmërinë. Do ta tregoj një rast shumë interesant që tregon se vendosshmëria është një pikë shumë e rëndësishme. Kemi një gur të madh. Dhe në atë gurin e madh vazhdimisht pikon ujë, mirë po pika. Në shiqim të parë, ajo pika nuk i bën asgjë gurit, thjesht, veç pikon. Mirë po, duke vazhduar ajo pika, le sheja të vogla në gurin, dhe pastaj gradualisht edhe depërton në gurin, dhe më në fund edhe arrin ta copton, të futet në brendin e gurit. E dim se sa i fuqishëm është uji, e dim se sa e fuqishëm është një pikë uji. Kjo ka të bëjë me vendosshmërinë. Do thonë nuk guxon të dorëzohem. Jeta nuk është e lehtë. Rruga e jetës ka kthesa shumë. Nuk është e drejtë. Nuk do të thotë në çdo lakesë, në çdo kthes që ne duhet të ndalemi. Duhet të vazhdojmë me vendosshmëri. Pastaj, duhet të jemi shumë të kujdesshëm kur flasim për vendosshmëri, për arsye se shumica mendojnë se vendosshmëria është diçka që na është falur. E që ka më herët, duhet të punojmë për të krijojmë. Dale, ahro. Kat. Po. Wow. S'ka lidhje me të marrë asaj. Vazhdojmë. Vendosshmëria nuk është vetëm individuale, por është edhe shoqërore. Pra, nuk është vetëm personale, por është edhe shoqërore. Ne shohim që shoqëria jonë ka nevojë për njerëz të vendosur. Njerëz që kanë dhënë dhe japin vazhdimisht kontribut. Janë të vendosur që shoqërinë tonë ta bëjnë më produktive, më pozitive, më të mirë. Vendosshmëria mund të përdoret si një vegël që ndoshta e kemi lënë anësh. Kemi të bëjmë me dy zëra. Të dy zërat janë të brendshëm. Njëri zë na thot në çdo moment që hasim në dështime, në vështirësi, po të dorëzohu. Mos e provo. Kurse zëri i dytë thot provo edhe një herë. Shif provo edhe një herë. Vendosshmëria është drejt për drejtë e lidhur me këtë zërin e dytë. Çdo herë që neve na pengon diçka, duhet të kuptojmë se pse e kemi nisur atë gjë. Çdo herë që ndoshta dështojmë në ndonjë plan, në një ide, apo nuk e kemi arritur në një ëndër, duhet të ndalemi, të reflektojmë dhe ta kujtojmë vetes se pse e kemi nisur në këtë. Një pyetje që duhet ta parashtrojmë është: a mund unë të përballohem me gjithçka? Po, normalisht se po. Mirë po, mënyra se si qasimi me ato, mënyra se si ne përballohemi me çdo vështirësi, me sa të vendosur jemi për ta tejkaluar çdo peripeti në rrugën tonë, na tregon se sa jemi ne të vendosur.
Vazhdimisht në jetë kemi të bëjmë me vendoshmëri. Mund të vendosim të jemi të urtë, të qetë, apo të zëshëm. Mund të vendosim të jemi pozitiv, apo negativ. Po niveli i vendoshmërisë ne na tregon se sa ne mund të jemi pozitiv, apo negativ. Sasia e vendoshmërisë e ulët na sjell edhe më shumë dështime në jetë. Na sjell edhe më shumë dëshpërime në jetë. Kurse sasia e lartë e vendoshmërisë na sjell shumë sende pozitive, një jetë me harmoni, një jetë me gjëra të mira dhe një jetë plot e përplot me pozitivitet. Këmbgulja që ka të bëj në mënyrë të drejtë për drejtë me vendoshmërinë është pjesë e saj. Kur këmbgulim për diçka, qoftë edhe e keqe, qoftë edhe negative, ajo tregon se sa ne jemi të vendosur të arrijmë qëllimin tonë. Gjithmonë, pas arritjes së qëllimit, duhet të ulemi dhe të reflektojmë. A isha i vendosur mjaftueshëm të arrij qëllimin? Çfarë hapa duhet të ndërmarrun pastaj që të arrij qëllimin më mirë, që të jem më efikas, që të jem më produktiv? Prap është vendoshmëria. Me këtë, ne themi që vendoshmëria është një partner i jetës. Ndoshta partner fizik, psiqik. Në aspektin fizik, ne kur jemi të lodhur, të raskapitur, shpesh mendojmë të ndalemi, të dorëzohemi. Por, vendoshmëria thot, në momenti kur jemi më i lodhur, jepi vetës vullnet dhe thuaj që patjetër dua të vazhdoj. Patjetër duhet të vazhdoj. Vendoshmëria nuk do të thotë vetëm kur jemi të qetë, kur jemi të pushuar. Vendoshmëria tregon kapacitetin e saj, vlerën e saj në momentin kur jemi më të lodhur, në momentin kur jemi më të dëshpëruar, në momentin kur jemi më të raskapitur. Vendoshmëria gjithçka ka të bëj me mentalitetin tonë, me atë se me kë rrethohemi. Njerëz që na japin ndoshta ndikim negativ apo pozitiv, dhe në këtë mënyrë vendoshmëria në mënyrë të drejtë për drejtë ndikohet edhe nga njerëzit që i kemi përreth. Mund të flasim për shumë sende tjera që kanë bërë me vendoshmëri, po këto janë ato më të rëndësishmet. Pra, e kemi forcën, ajo fuqia e brendshme, ai zëri i brendshëm që vazhdimisht na motivon, na e kultivon energjinë e brendshme, nuk na lën energjinë e brendshme të shuhet asnjëherë. Kemi dështimet, i cekëm dështimet që nuk guxojnë të na ndalin. Por, përkundrazi, dështimet të jenë mësim. Pastaj që ceka pikën e ujit. Pika e ujit është çdo vepër e vogël apo çdo punë që ne e bëjmë në përditshmëri. Si ndikon kjo në jetën tonë? Çdo vepër e vogël na jep një fuqi që të bëjmë diçka më të madhe. I mbledhim veprat e vogla, punët e vogla dhe bëjmë diçka të madhe. Dhe në fund, si për një mesazh të rëndësishëm sa i përket vendoshmërisë, asnjëherë mos të dorëzohemi shkaku një dështimi të vogël. Asnjëherë mos të ndalemi shkaku se jemi lodhur. Të bëjmë si ajo pika që e shpon edhe gurin, që e then edhe gurin. Faleminderit, shifemi herë tjetër.